takim me kongresmenin Keith Seth. Ishin disa nga përfundimet e takimit të mbajtur disa ditë më parë, ku mora pjesë drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, thot zoti Aliçkaj, së bashku me aktivistin Belut Gashi, presidenti i organizatës Shqipëria Tjetër, SBA, me bordin si dhe miq aktivistë të tjerë në restorantin e zotit Gashi në New Rochelle. Kongresisti Self është interesuar të dëgjonte nga ne se kush po shtyn agjendën kundër qeverisë Kurti. Ishin pajtimi se ndërsa Serbia është burimi i gjitha problemeve në Ballkan, në Kosovë janë opozita dhe mediat e kontrolluara për tyre në bashkëpunim me oligarkët dhe ish ambasadorin Grenell, i cili përfaqëson interesat serbe sipas tyre. Edhe pse Grenell nuk mban ndonjë pozitë të rëndësishme në administratën Trump, ka përdorur lidhjet e tij për të ushtruar presion mbi ambasadën e Shtetit të Bashkuar në Prishtinë kundër Kurtit, të cilin e urren tej mase sipas zotit Aliçkaj.